Tash jemi rikthyer përsëri në studio, më herët me Veçanën folëm pak për gjërat të cilat marrin popularitet, marrin famë, qofshin ato të mira, apo qofshin edhe të dëmshme, diçka negative për shoqërinë, sidoqoftë ka mundet me marrë ndonjë influencë, një produkt, një gjë e caktuar dhe pastaj të bëhet edhe më virale dhe të pritet dhe prirët të përdoret nga të gjithë. Një qëndrojmë edhe me cigaret vape në fakt, e që së fundmi është bërë shqetësuese për shkak të disa ulumtimeve që kanë dalë. Unë po i tregoj disa prej këtyre përfundimeve që kanë ardhur në bazë të ulumtimit, pastaj flasim edhe për një projekt. 80% e nxënësve kanë deklaruar se kanë provuar të paktën një herë pajisjen vape. Në disa raste përdorimi ishte i rregullt, madje kishte raste ku pajisja u ishte blerë nga prindërit të pa informuar për rreziqet shëndetësore. Ka raste të tilla të cilat kanë dalë në bazë të ulumtimit. Pastaj ka ardhur edhe një projekt i cili është udhëhequr nga Education Empowerment Initiative, ku ne kemi edhe drejtoreshën ekzekutive këtu në studio Blerta Aliu Ahmetin, e që ka udhëhequr pra projektin Shkollat pa vape, siguria në shkolla. Ne do të flasim rreth këtij projekti, punëtoritë të cilat janë bajt, ligjërata dhe këshillat të cilat janë bajt për nxënësit, po ashtu çush ka rezultua, ka pas rezultate pozitive apo jo, do ta kuptojmë tash përmes bisedës bashkë me Blertën. Mirëmëngjesi Blerta, mirë se na erdhe. Mirëmëngjesi, mirë se u gjeta. Shumë kënaqësi që të kemi këtu. Flasim pak për projektin, do thotë ideja ka ardhur krahas me hulumtimin apo pas hulumtimit, Në fakt, ne si organizat punojmë me projekte të edukimit jo formal dhe kryesisht tema që janë të rëndësishme, të ndihshme për shoqërinë. Kohëve të fundit, domethënë ka 2 vite që jemi aktiv sa i përket këtyre projekteve në shkolla. Vitin e kaluar ne kemi pas filluar me një projekt MediaWise që ka të bëjë me edukimin e medis digjitale, edhe në fakt e filluam me disa pilot projekt me komunën e Prishtinës, po pastaj veç e patëm edhe mbështetjen e fondeve të jashtme, Western Ballkanit, ku ne filluam projektin në 3 vende, domethënë Kosovë, Shqipëri dhe Maqedoni e Veriut, edhe dolëm në farë mënyre, mbajtëm një anketë, një hulumtim se sa fëmijët ose si e përdorin fëmijët sot teknologjinë, a e përdorin më shumë për të mira që i ka, domethënë për të zgjeruar diturinë apo avancuar karrierën, apo në fakt për argëtim çka janë krejt këto dhe të e marrë parasysh që kjo është bërë veç edhe një përditshmëri sot e jetës fëmijëve, jetës digjitale. Edhe mandej aty në fakt kemi marrë shumë çka. Domethënë ne filluam për edukimin e medis digjitale, po aty marrëm shumë çka lidhur me se si prirën fëmijët në këtë rast edhe për vejpin, që kemi pas raste që kanë nda fëmijët edhe për pijet energjike, domethënë çka do që në fakt atyre ju ekspozohet, mirë po çka është më e keqja ju ekspozohet si marketing ose si trend, po jo asnjëherë me pa domethënë damin shëndetësor. Pas atij projekti, ne vitin e kaluar patëm një konferencë rajonale në Prishtinë, ku mbledhëm një pjesë madhe të rajonit, edhe aty patëm rastin me taku një mësimdhënës të shkollës Elena Gjika, edhe 8 fëmijë vullnetar që kishin filluar iniciativën për punën e e-cigareve, cigaret elektronike, po të cilët normalisht patën nevojë për mbështetjen tonë si organizat, të e marrë parasysh aktivitetin që veç e kishim, domethënë, rrugës, edhe normalisht bashk përpiluam projektin për me pa mundësi me vepru, sepse ishte mundësia, sepse hulumtimin këta e kishim bërë afër 500 intervista me fëmijë dhe 12 vjeç, edhe normalisht intervistat krejt anonime, ku kanë rezultu që fëmijë prej moshës 10 vjeç përdorin cigaren elektronike, edhe në bazë këtyre statistikave shqetësuese ishte momenti me vepru, me i taku fëmijët, me mbajt fushata ndërgjithësuese, me bisedu lidhur me damet shëndetësore, me i pyet fëmijët pak a shumë si është gjendja, edhe prej shkurtit të këtij viti ne jemi në 4 shkolla, 2 shkolla publike të Prishtinës dhe 2 shkolla të Fushë Kosovës. Edhe kjo po vazhdon edhe gjatë kësaj kohe apo ka përfunduar si projekt? E kemi përfunduar sepse me 23 qershor faza parë. Prej shtatorit do të vazhdojmë, është shumë e rëndësishme me vazhdu, ndoshta edhe më u zgjeru. Të e marr parasysh që mund të them që e ka bërë impaktin e vet.
kemi taku fëmijë, kemi marrë historitë ndryshme, 80% e fëmijëve një klase janë deklaruar që të pak në një herë kanë provuar, mosha shumë e vogël. E që është qetësuese në fakt në bazë të këtyre hulumtimeve, se unë i lexova dhe disa dëna të cilat kanë qenë pjesë e hulumtimit, po e shoh që ju keni mbajtur edhe punëtori edhe me fëmijë, por edhe me mësimdhënës, sa ka qenë e rëndësishme që ti marrim të dy palët. E rëndësishme është që projekti përfshin komunitetin shkollor, mësimdhënësit edhe këshillin e prindërve, që janë faktor shumë të rëndësishëm sa i përket këtij projekti. Ne patëm javën e kaluar tryezën lidhur me të gjeturat, se çka në fakt kanë qenë këto gjetura në këto shkolla me fëmijë që i kemi takuar, edhe normalisht kemi mbajtur edhe sesione edhe me mësimdhënësit. Kanë qenë dhe vazhdojnë të jenë shumë bashkëmundor të mirë, sepse ata përballen çdo ditë me këtë. Edhe në farë mënyre në kohë reale shohin çdo gjë. Edhe na kanë treguar që është një rritje e madhe përdorimit të këtij produkti prej fëmijëve. Ka raste domethënë që mësimdhënësit gjejnë nëpër çanta, kjo është problemi, sepse ka eskalu. Domethënë nuk është më diçka që në shtati, si më thënë, e konsumon me shoqëri apo diku, po problemi po është te shkolla, sepse shkolla priret me qenë vend i sigurt për fëmijët tanë, jo si prind po flas me qenë problem, me qenë shqetësuar se çka në fakt. Me pas ndikime edhe për gjëra të tilla. Ndikime nga shoqëria e krejt këto. Shumë mirë kemi gjetur një bashkëpunim të mirë me mësimdhënësit, të cilët normalisht kanë marrë dhe sesione tjera mbështetëse, informacione të fundit, sepse tu e marr parasysh që sigara elektronike është një produkt i ri edhe në 2019 ka filluar kështu me të madhe, është diçka që studimet çdo ditë po dalin me hulumtime të reja rreth këtij produkti, po çka është më e keqja është se së fundi po na del që është më e keqe, domethënë për shëndetin, se sa cigara tradicionale kur është fjala të adoleshentët. Krejt kjo për shkak të përmbajtjes së lartë nikotinës. Edhe këta fëmijë llogarit janë prej moshës 10 vjeç, domethënë kemi marrë raste, këta fëmijë mandej po kalojnë shumë shpejt në varësi. E kur po kalojnë në varësi, mandej po ka probleme shumë të mëdha. E rëndësishme ka qenë që i kemi nda me fëmijët, i kemi nda me një pjesë të mësimdhënësve edhe një pjesë të këshillit prindërve. Te këshilli i prindërve na duhet shumë më shumë e bo, sepse nuk kemi mbri. Domethënë me kohën kemi nda edhe rastet në botë. Çka po ndodh në SBA, në Britani, sa kanë përfunduar në spitale, po sa edhe me fatalitet. E tash kjo është, mendoj që është çështje urgjente, që krejt si shoqëri me vepru bashkë. Dhe gjatë kohës, kur keni mbajt ligjëratat me fëmijë, keni tregu për cigarën elektronike në fakt çka është dhe çfarë dëmi mundet me shkaktu në trupin e tyre. Ka pas dikush prej tyre njohuri sa i përket kësaj, se çka mundet me bë dëm? Me të thonë drejtën, me që pas pjesës ku ne kemi marrë një ligjërat, kemi pas edhe pjesën e aktivitetit. Edhe një farë mënyre kemi thënë edhe fëmijëve që të jenë të lirë edhe të, si me thënë, të bashkëbisedojmë. Po, fatkeqësisht jo. Nuk ka pas raste, krejt çka në fakt është përmend, sepse është promovu që vepi është më i sigurt se cigara tradicionale, edhe në shumë raste, që kanë dëgjuar edhe prej prindërve shoqërisë, kjo na shpëton neve ose të rriturit, ata që pinë cigara tradicionale me fillu me vejpin, edhe aty një farë mënyre është promovimi që domethënë tash krejt po dele kundërta. Jo, nuk kam pas informacione, e rëndësishme për neve ka qenë sinqerisht me tregu fëmijëve, sepse syt janë drejt gjeneratës së ardhshme, edhe nëse kjo sinqerisht eskalon, në kitë moshë kaq të vogël fëmijët me fillu me konsumu, po kemi marrë raste të rënda, po flas dikun 13 raste të rënda prej këtyre 4 shkollave publike ku fëmijët janë edhe në varësi. Kjo është tash problemi. Problemi është shumë më i madh sepse normalisht edhe në tryezë diskutojmë me mësimdhënës, me DKA-n kemi pas, psikolog, pulmolog, këshilli prindërve, kemi pas edhe fëmijët vullnetar që kanë ndihmu në hulumtimin, kemi bisedu ma shumë se cilat janë hapat edhe propozimet që duhet bërë. Kur keni bisedu në atë shkollë, sa keni pas edhe me këshillin e prindërve, a kanë pas njohuri që fëmijët e tyre të paktën kanë mujtë me provu një herë ose jo, a kanë qenë të njoftuar
me këto se çka po ndodh ose ndoshta popularitetin që ka dhe në shkolla ose në këtë moshë? Në fakt, ne kemi pas një sesion krejt me Këshillin e Prindërve, që t'jam e qartë, thash për shtatorit na duhet ma shumë me punë të drejtim, kur është fjallat e prindërit. Në fakt, sepse janë adresu të Këshilli i Prindërve një shkolle në kryeqytet, ku kujdestari klasës ka lajmëruar raste të reja që shumë fëmijë janë zënë me këtë produkt, edhe normalisht prindët kanë qenë një pjesë e madhe të shqetësuar, sepse nuk kanë qenë as ndjeni, edhe çka është problemi, kanë qenë shqetësuar se ka edhe qysh ka ardhur, pasi që pjesa më e madhe tyne janë deklaruar që i kontrollojmë çantat, rrim me fëmijët krejt, po ç'ky është problemi, është presioni i shoqërisë. Se ti nëse kjo po eskalon shkollë, llogaritë e fëmiu rrinë me një grupacion shoqërisë, ata konsumojnë edhe mandej për mësme ndi vetën të bullizuar, ta thëmë kështu, sepse këtu matën pak. Po, këtu matën pak, unë mundem të s'mundesh, unë jam i fort, nuk e i fort, këtu po linë mandej problemi. Ku shitën këto, ku i gjenë? Mundet të kanë qasje fëmijët me i blenë këtë moshë? Në bazë të rinit që kemi marë, ka pas raste që na kanë tregu fëmijë që edhe ka pika qitjes edhe pranë shkollave, që mund të them që është shqetësim shumë i madh, dhe këtë kemi diskutuar edhe në Tryezë, që një prej hapave të parë që ne si shoqëri civile bashkë me institucionet lokale, mandej komunitetin shkollor, duhet punuar për zbatimin e ligjit, sepse realisht ligji është, bashkë me duhanin tradicional, po specifikisht për vapes po gjejmë, domethënë do një zbatim, sepse kudo në markete i shohim qysh në ark aty në fillim, po nuk ka as edhe një shej që domethënë në moshën 18 vjeç ky produkt nuk duhet shitur. Ka prej bizneseve edhe të përgjithshëm, se nuk mund t'i përgjithsoj të gjithë, po problemi po është që këtu 4 shkolla sa kemi mbajtur, domethënë fëmijët derisa pe kanë qasën kaq lehtë, kjo po t'lën me nënkuptu që normalisht shiten, sepse edhe nuk ka ndonjë institucion ose diçka inspektorati nuk është se i ka dënu apo që gjobitën këto objekte të cilat që deri më tani jo, s'ka ndonjë inspektim që një farë mënyre është marrë ndonjë mas, po besoj që me përkrajen që kemi marrë prej institucioneve edhe bashkë në Tryezë, do të punojmë që nga shtatori kjo do zgjerohet edhe si projekt edhe në shkolla tjera, bashkë edhe me komunën e Prishtinës, gjithashtu do të shohim, domethënë si hap të parë të veprojmë këtë aspekt, sepse derisa fëmiu e ka qasjen e lehtë me konsumu ose me ble, atëherë normalisht po besoj një pjesë zgjidhjeve jo krejt s'është, sepse duhet më shumë të bëhet, po një pjesë zgjidhjeve është kjo, derisa ti në një farë mënyrë nuk jep qasjen kaq lehtë fëmijët. A janë të hapur me bashkëpunu? Edhe prindërit, edhe mësimdhënësit, edhe fëmijët ashtë që keni po ajo vullnetin e fëmijëve? Me të thonë drejtën, këto sesione janë bajt për klasës 6 deri në klasën e 9. Fëmijët kanë qenë super të mirë, kemi kalu shumë mirë me ta. Normalisht është fazë adoleshencës që kemi prit pak që nështë edhe nuk do të ndëgjojnë ose do të mundohen, po jo, nga ka dalë kundër ta fëmijët e kanë prit shumë mirë projekte, fëmijët kanë qenë shumë aktiv, kanë bo pyetje, kam punu në këto hamiret, kanë tregu histori. Ne në fund e kemi pas edhe një aktivitet ku kemi thënë fëmijëve për neve si shoqëri është shumë e rëndësishme me ndëgju zërin e juj. Nëse ka mundësi, na po i ndajmë disa sticky notes si kemi nda dhe krejt anonime me na tregu pak a shumë si është gjendja. A mundemi me i ledzu dhe me i nda me publikun? Po, unë i ka marrë 3 sticky notes, edhe po besoj që i kishme qenë e rëndësishme me pa pak a shumë ose me ndëgju zanin e fëmijëve. Kjo ka qenë e shkollës Gjemal Mustafa. Një fëmijë ka thënë kështu, unë kam qenë përdoruesi vapes për para, tash e pak javë kam filluar ta ndaloj sepse edhe po më kushton në shëndet, por edhe të gjepi. Kjo më ka ndihmu ligjërata edhe besoj që të krijohet një ligj ku do të ndalohet shitja e tyre. Kjo për shkollës Gjemal Mustafa, një fëmijë nuk e di ose 6 ose klasën e 9, e kemi 3 e kam, kështu që nështë mund të lecoj. Kjo ka qenë e shkollës Elena Gjika, më i vogël, si për shembull 10 vjeç, po thot, kam konsumuar vape. Si dhe para një jave kam konsumuar, por sot realisht kuptova sa e dëmshme është kjo, por nga sot premtoj që s'do të konsumoj më.
Edhe treta është Fushë Kosovë duhet me qenë, shkolla Mihal Grameno në Fushë Kosovë. Gjendja në shkollën tonë është shumë e keqe. Në klasën tonë plot ose gati krejt e pin vape. Edhe unë e kam provu, këtu edhe e pin, po edhe shesim të shokt. Vape e ki shumë let me ble, e shesim edhe të shkolla në disa vende. Në klasën e 7 e blejmë na. Shpresoj që ligji e ndalon dhe unë s'do të bi se është e damshme. Unë i ka marrë 3. Paramendoj në klasën e 7. Klasa 7. Që janë shumë të vegjël, madje edhe nuk kam pas informata për dëmet që mundën me ju shkaktu në shëndet. Madje edhe nga ana financiare, ku... Normalisht, këta fëmijë nuk punojnë. Këta fëmijë sigurojnë prej prindërve. Prindërit ju japim për të blerë ushqim. Tash llogarit e këta me i rujt këto pare, ose me i kursy, për me ble këtë produkt që është po del me qenë i damshëm, mjaft i damshëm për shëndetjen dhe mirëqenien e fëmijëve. Po, kjo është shqetësime, sepse ky klasa 7 i bjen me i pas 11 vjeç, po edhe hulumtimi nga ka tregu që do më thonë fëmijë ka prej 10 moshës 10 vjeçare që ka përmendur. Po edhe ky që tha njëri, tha që prej unë e kam pi prej moshës 10 vjeç, tash imagjinone kjo është sinqerisht urgjencë, mendoj si shoqëri. Duhet krejt bashk si trekançe dhe me punu ose me avokututje që me ndalu... A preshme ndërta edhe institucionet me reagu në këtë rast, me marrë masa diçka që mës me lënë shqitje në afërsi të shkollave, madje edhe me qenë të kontrolluara, apo të gjëbitën ato vende, ato dyqane, markete, kiosa, cilat kanë qasin ka së të letë fëmijët me shku atë dhe me ble pa problem. Normalisht që po, dhe në Tryezë kemi diskutuar, kemi pas edhe për fatësus të DKA-s, Drejtorisë Arsimit të Komunës Prishtinës, po normalisht edhe të Ministrisë Arsimit, krejt bashk, edhe tash edhe ma herët duhet punohet këtë drejtim që ligjit të zbatohet. Do më thonë, asni fëmijë tash e tutje mos ta ketë mundësin, ose qasin ka shlet me e ble këtë produkt. Besoj që, me qënë se ju e përmendet edhe më herët, fillimisht projektin saj përket për edukimin medial, për rrjetet sociale, ma mërmendja që edhe atë kam po, ndikimi ka fillu qysh prej atë, ku shumica qof prej shovet të ndryshëm, serialeve, por edhe influencerëve, ndërsa cilët e kam përdore, kam mund me pas në ndikim të këta. Po, në fakt, një prej pyetjeve se si, kush është, pse po konsumoni, ka qenë kurreshtja, trendi, rrjetet sociale, dhe më thonë, edhe gjatë bisedës që kemi pas me fëmijët, kanë thënë që në rrjetet sociale normalisht ta peshojnë veç pjesën e trendit, ose një ambalazh të bukur, një aromë, çokoladë bukur, këta nuk peshojnë pjesën e damshme, kështu që nuk është këtu me u lënë faj fëmijëve, sepse fëmijët sot në telefon pe kam botën, kështu që po shohin shumë çka, ka kontente të ndryshme që nuk janë për fëmijë fare, kështu që të poshtë edhe problemi, edhe po shumë e vërtet se gjatë kohës sa kemi pas me Media Voice-in, po kjo ka qenë, dhe më thonë, për te edhe Kosovës, se kemi marrë edhe për Shqipërisë dhe Maqedonisë, kemi pa fëmijët janë të prirur të edukohen prej loj kontenti, dhe më thonë të fillu edhe këto veset e këqia, vape, pijet energjike, që e dim tash më jemi të vedishëm për këtë punë, që ka për qarkullore në për shkolla, po normalisht kontente dhe tjera, dhe të dhunës, për shembull, shumë raste që po eskalojnë për shembull dhuna në shkolla. E që qëndrojmë njëjtë edhe me vendet e tjera, ku është zhvilluar këtë projekt? Po, në fakt, gjatë vitin e kaluar ku kemi pas Maqedoni Tetovën, edhe kemi pas Peshkopi në Shqipërinë, kemi diskutuar ma shumë rreth përdorimit edhe sa ku kalojnë fëmijët në rrjetet në internet. Në përgjithësi, mirë po, gjithmonë tregoj që edhe për anën e mirë edhe të keqe, sepse teknologjia ofron edhe shumë mundësi të mira. Atë jemi qartë se nëse ti din me shfrytzu shëndetshëm, atëherë normalisht kime zgjeru dituri, edhe kime studiu, kime mësu, po problemi po na del që këta fëmijë, pjesa më e madhe janë deklaruar që e përdorin për argëtim, për shembull djemt më shumë për PlayStation, këto që janë lojnat e Roblox, e janë do lojnat që janë edhe online që mundesh me lujt, po për platforma, TikToku, Instagram, ta janë shumë të vegjël, mandej
krejt kontente që po i marrim, po dhe qka është problemi, kemi marrë edhe rastet dhunës në internet. Kemi marrë në Snapchat, për shembull, shumë fëmijë kanë marrë mesazhet pa njohura, kërcënime, ngacmime, bullizmi kibernetik, kanë bo grupe që e kanë pas cak një person me ngacmu, edhe kemi marrë dikun 3 raste, edhe Maqedoni Prishtinë, jo, po, në Shqipëri s'kemi pas rast, që ka pas fëmijë që kanë dashur me lënë shkollën për shkak të këtij ngacmimi. Po, kështu që kemi marrë raste të ndryshme edhe mund të them që është shumë e rëndësishme, sinqerisht se është bo për ditëshmëri. Nuk mundemi ose s'mundemi thonë stop, sepse është jetë digjitale, është mëse normale. Vetëm me ditë me bo ndoshta një dallim mes kësaj jetës digjitale dhe jetës reale që jetojmë pas një kohë të caktuar dhe disa rregullat të caktuara. Shumë e vërtetë edhe një farë mënyrë me eduku me përdor shëndetshëm, se po tham se ka shumë të mira që mundën fëmijët me përdor. Një program, një faqe, një projekt me bo, çka do. Kështu që kjo është e rëndësishme edhe po është normalisht tani te vepi kemi ardhur pak a shumë edhe për shkak të kësaj, po edhe të mësimdhënësit edhe fëmijëve vullnetar që këtave që kanë iniciuar edhe mandej bashk kemi vepruar në këto shkolla. Uroj që ky projekt dhe këto projekte të vazhdojnë në fakt që informatat e sakta të duhura dhe ndikimi i mirë të vazhdojnë në gjitha shkollat, jo vetëm në Kosovë, por edhe në vendet të tjera, qoftë në rajon edhe në botë. Shumë kënaqësi që i ndam këto informata këtu në studio dhe faleminderit shumë për kohën. Faleminderit shumë edhe juve, edhe po besoj që është momenti me u bë bashk, edhe me avoku tutje për me mbrojt shëndetin edhe mirëqenien e secilit fëmisat. Faleminderit edhe një herë.